Aktuale. Takimi I parë me informacionin. Jemi kthyer sërish së bashku në transmetim të drejt për drejt në këtë pjesë tjetër të programit aktuale. Ora është 8:21 minuta në këtë momente, ndërsa ndalemi edhe tek zhvillimet nga politika, ku ka marrë një vëmendje të madhe ajo se çfarë ka ndodhur në Partinë Demokratike, duke marrë parasysh faktin se duket se negociatat kanë dështuar mes të dyja palëve. Mbrëm kreu I Partisë Demokratike Sali Berisha ka mbledhur kryetarët e degëve të PD-s në Tiranë dhe njërin prej tyre e kemi në një komunikim të drejt për drejt. Ne bashkohet këtë mëngjes zonja Irma Marku, e cila është kryetare e degës 2 në Tiranë e Partisë Demokratike. Zonja Marku, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zonja Marku. Mirëmëngjesi. Pyetja e parë dhe besoj më kryesorja, ka përfunduar çdo shans për negociata, pra kanë dështuar totalisht apo deri sot pas dite kur do të jepet vendimi përfundimtar, të paktën nga pjesa e grupit Talibea ka ndoshta ende pak shpresë? Njërës pari doja të cilësoja që takimi ynë I mbrëmshëm nuk kishte të bënte fare me negociatat midis përfaqësuesve të Partisë Demokratike. Unë nuk e quaj dot palë. Po. Sepse një pjesë e mbetur jashtë strukturave janë bashkëluftëtarët tanë, nëse mund të themi, në terren, në sheshe, kudo, kështu që thjesht për arsye të diku ndonjë misie apo diku pak skepticizëm, ndonjë mëri personale ndonjëherë që kanë pikuar të mosbërjes pjesë. Takimi ynë I mbrëmshëm lidhej me protestën e datës 11 nëntor, mënyra se si do ta organizohej dhe gjithçka tjetër. Nuk ishte pjesë e diskutimit kjo. Po sidoqoftë, si e shikoni këtë situatë në kushtet kur pala tjetër ka deklaruar se mund të nxjerrë kandidatët e saj, duke marrë parasysh se 6 marsi nuk ishte një eksperiencë fort e mirë për demokratët e ndarë, pavarësisht se ishin vetëm 6 bashki, po nga ato arritët të merrnin vetëm Shkodrën. Si e shikoni këtë situatë? E drejtë, gjithsesi unë e ndërmenda pak edhe më herët. Nuk mund të konsiderojmë palë, janë disa individ të cilët janë duke bërë një lojë të shëmtuar, e cila nuk lidhet me demokratët dhe as me përfaqësinë asnjërit prej demokratëve. Janë arsye tejsisht të tjera, ato pak numra të mbetur përtej që sigurisht duhet të jenë pjesë e ST-s dhe në momentin e qartësimit të situatës, ata do të jenë pjesë e partisë së tyre, e shtëpisë tyre e idealizmit tyre. Ndërkohë që individët përfaqësues me mandatin e kontributorëve nuk munden kurrësi të bëjnë pazare në kurrizë të opozitarizmit, Partisë Demokratike, po dhe të fateve të Shqipërisë. Kështu që mbetet për të parë, personalisht tash nuk kemi bërë diskutime politike, po personalisht unë deklaratën e brendshme të këtij grupimi individësh, e theksoj këtë, të mandatuar, po tashmë pa shprehje vullnete të mandatuarve, mbetet tentativa e fundit për një negociat që nuk ka lidhje me kushte shfrytëzimi të forcave opozitare, por për mua, nga çfarë kam parë në tërë dinamikën e ngjarjeve dhe veprimeve, janë thjesht kushtëzime, emrash për të siguruar në një listë të mundshme. Kështu që deri në këtë moment u bën 10 vjet që opozitarët, demokratët, antarët, strukturat kanë mbajtur në kurriz këta emra, në qoftë se këto mendojnë se do të luajnë edhe me shansin e fundit të shpresës së demokratëve, këtë betejë kanë të humbur. Në qoftë se ata brenda natës së një katharsit psikoemocional dhe I afrojnë Partisë Demokratike vërtetësisht si demokrat, atëherë ata mund të nënshtrohen primareve, sikundër e kemi thënë, edhe betejë vazhdon. Zonja Marku, ndalemi pak tek data 12 nëntor, se ka patur deklarata të forta edhe nga ajo që ka deklaruar kreu I Partisë Demokratike Sali Berisha, po edhe nga partia tjetër e koalicionit, zoti Meta dhe Partia e Lirisë. Si fillim, kemi një orë se kur mund të organizohet apo nuk është vendosur ende protesta? Po, mbrëm në fund takimit u vendos ora. Është ora 4 e mbasdites, ora 16. 4 mbasdites, okay. Ky është një informacion që për herë të parë po e dëgjoj këtu, se edhe gjatë mediave ndoshta nga që kanë qenë përqendruar tek pjesa e diskutimeve dhe e dështimit, po themi, të negociatave, ky është lajmi, besoj. Dhe nga ana tjetër, çfarë pritet të ndodhë, zonja Marku, dhe a e ndjeni presionin e demokratëve, se herët e tjera shtat Korriku kishte nga ata që thon ishte proteste mirë, po nuk rrëzohet qeveria me protesta paqësore? Presioni I qytetarëve është I vazhdueshëm, I ditëpërditshëm. Protestat, duam dalim shesh dhe jo të kthehemi në shtëpi. Duam të dalim në shesh
dhe aty të realizohen kërkesat tona. Një gjë është e sigurt, me këtë sistem totalitar të vendosur tashmë nga Edi Rama, vota nuk mund të lexohet vërtetësisht, kemi deformim vullnetesh, kemi abuzim pushteti, kemi një makinë deri të tërë shtetërore që punon në administratë, në biznese private, me forma të tyre të ndryshme për të deformuar vullnetin e votës. Kështu që duhen përcaktuar disa parakushte dhe qytetarët janë të ndërgjegjshëm për sa i përket kësaj, për të vendosur sistemi pluralist edhe një herë në Shqipëri. Zoja Marku, faleminderit për ndërhyrjen tuaj, besoj do të jemi sërish në kontakte të tjera. Ju falenderit juve, ditë mbar. Ditë mbar. Ishim me kryetaren e Degës 2 të Partisë Demokratike në Tiranë dhe në fakt na ka zbuluar një lajm që ne nuk e pam se nuk ka dalë gjatë një përmbledhje që bëm në mëngjes, që protesta e Partisë Demokratike do të jetë në orën 4 pasdite, më datën 12 nëntor.